Qeveria ka në dispozicion 1.5 miliard lek për parandalimin e fatkeqësive natyrore. Shifra u bë e ditur nga kryeministri Edi Rama, i cili me anë të një postimi në Facebook u shpreh se 500 milion lek është fondi për kompensimin e qytetarëve që janë prekur nga përmbytjet. Fondet e parashikuara për mbrojtjen civile synojnë rritjen e sigurisë përballë fatkeqësive natyrore, garantimin e kompensimit për qytetarët e prekur, si edhe forcimin e masave parandaluese për reduktimin e rreziqeve në të ardhmen. 1.5 miliard lek janë parashikuar për financimin e projekteve që do të parandalojnë fatkeqësitë natyrore. 300 milion prej tyre do të përdoren për financimin e digave dhe rezervuarve, 500 milion për qytetarët dhe 500 milion të tjerë do të jenë për investime të reja. Më herët, kreu i qeverisë ka bërë të ditur se strukturat kanë dalë në terren për llogaritjen e dëmeve dhe se çdo qytetar që i është dëmtuar banesa, toka bujësore apo gjëja e gjallë do të rimbursohet.